Imagjinoni një 45 vjeçar, aq sa ç'është mosha mesatare në BE në vitin 2025 me $5.000 kursime. Ky qytetar ka dy zgjedhje: blerjen e një automjeti që do të amortizohet dhe do të humbas 4 të pestat e vlerës në 15 vitet e ardhshme, dhe si mundësi të dytë një investim të zgjuar në Sigal Max Pension, që do të dyfishohet në 15 vitet e ardhshme, duke i garantuar një shumë të konsiderueshme parash në moshë pensioni. Cilën mundësi do t'i sugjeronit? Mundësia e parë, nëse zotron një automjet me vlerë $5.000, norma e amortizimit do të veprojë mbi këtë automjet. Pas 15 vjetësh, makina do të vlente jo më shumë se $1.000. Nëse mbi të do të veprojë norma 10% e amortizimit vjetor. Minimumi 4 të pestat e vlerës fillestare do të humbisnin. Mundësia e dytë është investimi në Sigal Max Pension. Dyfishimi i vlerës fillestare në 15 vjet. Ky është ndryshimi mes një pasurie që zvoglohet dhe një investimi që shumë fishohet. Kjo shumë mund të tërhiqet në moshën e pensionit shtetëror ose edhe 5 vite më herët, duke ofruar siguri dhe stabilitet financiar, pikërisht atëherë kur njeriu ka më shumë nevojë. Çfarë bën Sigal Max Pension jo vetëm kursim, por edhe një mundësi të artë investime dhe sigurie. Me një normë kthimi prej 4.57% në fund të gushtit 2025 dhe me mbi 35.5 milion euro asete në administrim, fondi tregon fort siguri dhe rritje të qëndrueshme nga viti në vit. Këtë gjë e dëshmon nga viti në vit përmes rritjes së pandalshme të normës së kthimit. Ndërsa automjeti humb vlerën me kohën, investimi në Sigal Max Pension fiton peshë dhe kthehet në garanci për një të ardhme të qetë.